Rruga nacionale Burrel Klos përballet me disa problematika, por qetësues mbetet situata në fshatin Suç. Në rrugën hyrëse të fshatit Kurdari, jo vetëm që zgavra e poshtme e rrugës po rritet si pasojë e rrjedhjes së vazhdueshme të ujit, por po shemben edhe mbrojtëset metalike anësore. Ky problem është evidentuar prej kohësh nga banorët e zonës, por deri tani nuk është marrë asnjë masë. Siç duket nga pamjet, barrierat metalike anësore janë gati në shëmbje dhe qëndrojnë aty vetëm si dekor, pasi nuk mund të përballojnë asnjë forcë për të mos e lejuar automjetin të përfundojë në lumin mat. Bim Gjini thotë se më probleme është kur kalojnë mjetet e tonazhit të rënd, pasi struktura e rrugës është dobësuar shumë. Ai shton se masa duhen marrë menjëherë dhe të mos lejohet që të shembet e gjithë traseja e rrugës. Këto është ky segmenti, kjo është problem, sepse tralat që vinë, e pezullohet, gjithë se do të bëjmë një punë, para se të bëhet punë e madhe, e të ketë shpenzimet mëdha, të bllokohet trafiki, të bllokohet kromi, të bllokohet çdo gjë, sa rrugë nacionale këtu. Këtu duhet të rregullohet, të bëhet një riparim, sepse kjo, po që se shemet, edhe gati në shemja është, do të silli probleme shumë mëdha, do të bllokohet tan trafiku që vijnë makinat e kromit, e mallrave, çdo gjë që vijnë makinat rënda, edhe do të pezullohet dhe do të dali problem më i madh sa që sot. Do të jetë shumë problem, sepse kjo është vazhdimisht duke u shem pjesë, pastaj do të lini probleme shumë të mëdha. I kanë dalë këto kamat e anësore, këto pjesët metalike i kanë dalë bosh, janë hava. Pra do të thotë që posi që se nuk merret ndaj mas me i bën një reparim të vogël, pasojat janë më të mëdha mbrapa sepse bllokohet komplet trafiku. Duke qenë se kjo rrugë është rehabilituar e gjitha 7 vite më parë, banorët kërkojnë që firma mirëmbajtëse të ndërhyjë sa më parë pasi nuk shpenzon lek për mirëmbajtje.